pavarësisht paraqitjeve të mira që ke pas me Shkëndijën, ke arrit me fitu pak a shumë edhe atë bindjen, edhe atë sinqeritetin edhe tek trajneri Silvina të kombëtarja shqiptare. Ke marrë ftesë, ke qenë pjesë e 2 grumbullimeve së fundmi. Realisht kur e ke marrë ftesën për herë parë, cili ka qenë emocione? E ke besu asoj ftese apo të ka duk si një farë lloj ëndër apo iluzion? Në drejtën unë e kam thënë që më parë, e thash edhe gjatë grumbullimit të dytë kur isha, me dini sepse jam duke jetu një ondë. Më përzili të kjo puna sepse jam akoma në ondë. Edhe akoma nuk më besoshe. Se duke ditur ftesa e parë erdhi ditën pas lojës me Raja Vallecanon, duke ditur të shpërtërit grupet konferencës, unë me një kundërshtari si Vallecanon Madrid, pastaj vjen dhe ftesa e kombëtares, e atyve sikur isha në ondër e s'desha të nëzionin. Po i kthejna pak ndeshjes me Serbin. Apo na trego si emocion që ishte edhe duke ditë që keni pasur një ndeshje goxha të fortë edhe ndaj një rivali i cili e dim se si qëndrojmë edhe marrëdhëniet ndërshtetërore mes tyre. Ajo na gëzojmë shumë sepse ishte një rival direkt për vendin e dytë, por plus duke ditur te rivalitetin që kena jashtë fushës. Ajo vetëm e shtoka atë emocione dhe momente kur bëni golin Rej, se ti ishte pa besueshme kur u bë 0-1 aty, ose kur mbaroi loja gjithë, aty duke gjithë ishin si në ëndër, jo vetëm unë.